Përshëndetje si jeni të gjithë. Po të gjoj shumë nga këto që kanë marrë mikrofonin dhe të gjithë në një vrim. Nuk duhet merremi me pasojën, të gjejmë shkakun. Sepse e morën ndërsmën netën e tim shumë kollaj, Edi Rama një përgjigje. Na e jep një shembull në Greqi, merr një ishull sa to kanë shumë, na e bëj një shembull atje, ta shohim më pastaj hajde bëhet këtu pa problem. Pa ti sta jep njëri tokën, se nuk ta shet njëri siç e kanë shitur. Por ka një që Shqipëria ka Skënderbeu 1600-ën, dhe 1912-ën, 1920-ën me Enveri, 90-ën me Saliun dhe me Shok, dhe sot e kemi shit vetë në shqiptarët. Tani, do ta marr hap pas hapi, shpresoj mos mërzitim me Gjoni Pak. Marrim, prishi Astirin, e fitovi Astirin më shumë nga gjithë. Kush ja dha votën? Apo patronazhistët, ato janë probleme, ato janë kangrena e gjithë të popullit shqiptar. Tonën artistat, unë e kam nusën artistet, tonën artistat, majtën animoni. Ku ka një artist, ma qeni një në Itan Liçaja, në i Robert Drenika që jemi krenu me artistat e dhe. Ku është në një Vasil të të flasin, ta flasin sërin tonë. Një artist, në një. Kemi artistat muzikor, të gjithë më qeni një me Lojza, me Qajan Kujanë, dhe se ne kemi do lekën. Ne kemi shku në koncert, kemi pika po leka i. Më silni këtu, mëna, më silni këtu. Tani, e kam me patronazhistat sepse i urrej me shpirt edhe Aram Qumshinanës. Patronazhizmi funksionon si piramid, si çdo gjë. Është një drejtor që vjet, dhe ti që lufton për atë 600.000 lekë. Por, 40, 80, 16, unë tru, të vjej tjetër ku do ashti, që që mos mendo për tasin e groshës, hajde të edhim qitë sistemi PS, PT, LSI, PPR, PSHT, RSHT, që janë. Sepse të qitë një interes kanë funditës, nuk ka një në interes me na qunë e parë. Sepse është shumë e thjeshtë. Po ja marrë shumë, nuk e kam politike. Baba im është vitë komunizëm. Atë menje ka, nuk ja ishtë do të Saliu nga menja. Në fondi që i ditën. Por, është Saliu, ka 90, 30 vjetë, u mundove. Faleminderit, s'na ndihmova. Mund t'i ikësh Edi Rama, 30 vjetë, kryetar bashkie, ministër kulture,